Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Fushata zgjedhore përfundon këtë të premte në mesnatë, ndërsa në 11 maj qytetarët shqiptar do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të kuvendit. Dy partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, e mbyllën fushatën në Tiranë, qarkun me garën më të fortë. Këtë vit, për herë të parë, pjesë e procesit janë edhe emigrantët shqiptar. Sot në mesnatë përfundon zyrtarisht fushata zgjedhore një mujore, ndërsa e shtuna do të jetë dita e heshtjes zgjedhore. Të dielën, me 11 maj, mbi 3.7 milion qytetarë do të kenë të drejtën të votojnë për të përcaktuar përbërjen e re të kuvendit të Shqipërisë. Dy forcat më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, me aleatët e saj, do të mbyllin fushatën në Tiranë, qarkun që ofron garën më të fortë për 11 mandate deputetësh. Partia Socialiste do të zhvillojë mitingun për mbylljes në orën 19:30 pranë Parkut Olimpik, ndërsa Partia Demokratike do të mbledhë mbështetësit e saj në Bulevardin e Ri, duke nisur nga ora 19. Kryeministri Edi Rama kërkoi një mandat të 4 të qeverisës, duke vendosur theksin e fushatës te integrimi evropian dhe vjushmëria e reformave. Por në kulmin e një tjetër rrugtimi 4 vjeçar, ngjitjeje lart drejt majës ku ndodhet Shqipëria e Europës Bashkuar. Dhe unë nuk besoj tek rastësitë. Unë besoj se nuk ka rastësi në faktin që ne sot jemi këtu në 9 maj, në ditën e Europës, për të thënë fjalën e fundit të këtij rrugtimi dhe pastaj për të shkuar së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve, shumicën më të madhe ndonjëherë të shqiptarëve në kutitë e votimit dhe për të firmosur aty me njëri tjetrin marrëveshjen tonë të madhe për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, opozita udhëhequr nga Sali Berisha dhe aleatët e tij kërkon ndryshimin e qeverisjes dhe një rikthim të forcave opozitare në pushtet. Njeriu që ofroi ju 2 kile far kungulli në një mandat, ju ofron ju një apartament për 108 vjet punë. Ju garantojmë se çdo çift i ri do ketë një çati. Do ketë një çati. 30.000 euro garanti për të paguar interesat e kredis. 70 euro për bebin e parë. 60 euro për bebin e dytë. Për të tretin, pagesa e qeverisë nga lindja gjerë 23 vjeç. Do t'jemi dhe do vendosim regjimin më të ulët të taksave në Europë. Nuk do ketë një vend të dytë me taksa të ulta sa Shqipëria. Çdo biznes i vogël do e blej energjinë nga 18 në 6 lekë. Nuk është çështja për pushtetin e Sali Berishës, absolutisht jo, por është çështja për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Për herë të parë në këtë zgjedhje përfshihet edhe diaspora. 245.935 emigrantë shqiptar janë regjistruar për të votuar dhe një pjesë e madhe e zarfeve tashmë ka mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky përbën një president më të ri në historinë elektorale të vendit. E shtuna 10 maj është dita e heshtjes zgjedhore, kur ndalohen të gjitha aktivitetet politike, publikimet dhe thirrjet për vot. Të dielën qytetarët do të shprehin vullnetin e tyre në kutinë e votimit për të zgjedhur qeverinë e 4 viteve të ardhshme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje diasporës shqiptare të kthehet për të votuar në Shqipëri, duke denoncuar parregullsi gjatë procesit të votimit me postë dhe duke u referuar akuzave për blerje votash nga qeveria Rama. Ai shprehu bindjen se opozita do të fitojë zgjedhjet e 11 majit. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, ka bërë një thirrje të fortë për emigrantët shqiptar, duke ftuar ata të kthehen në Shqipëri dhe të votojnë në qendrën e votimit. Ai theksoi se megjithatë regjistrimi masiv i qytetarëve shqiptar jashtë vendit kishte pasur çrregullime të organizuara, përfshirë një numër parregullësisht në sistemin e postës. Qindra mira emigrant u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatua në 2 vende me postën e cila ka një emër autoritar të mirë, po që shfaqi parregullësitë më të mëdha. Kjo uroj dhe shpresoj, mos dekurajoj, po përkundrazi, të nxjisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto 2 ditë dhe të votojë ditën e diel në qendrat e votimit, do të ishte shkërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për të
për t'i shërbyer vendit. Berisha gjithashtu theksoi rezolutën e Partisë Popullore Europiane, e cila ka akuzuar qeverinë Rama për blerjen e votave duke përdorur metoda të ndryshme për fshirë lek, kanabis, punësime dhe prokurime, si dhe mbështetje nga grupe kriminale. Por edhe ambasadat po reagojnë. E kemi të verifikuar, të vërtetuar absolutisht dhe siç e dini ju, e Valencias, e Partisë Popullore Europiane, që është organizata më e fuqishme politike e Europës, ka denoncuar Edi Ramën për këto zgjedhje, për blerjen e votës me lek, me kanabis, me punësime, me prokurime, me banda. Këto, thot rezoluta, lexojeni, janë 5 format me të cilat Edi Rama po blen vota. Në fjalën e tij, Berisha ka shprehur besim se opozita do të fitojë zgjedhjet e 11 majit, duke cilësuar këtë ngjarje si një moment kyç për Shqipërinë. Kjo do jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 maj, kjo opozitë është majorancë. Bëhet majorancë e Shqipërisë. E keni ndjerë dhe ju dhe e ka ndjerë çdo shqiptar këtë. Kjo është ndjesia më reale, por në mënyrën më të frikshme ka ndjerë Edi Rama. Ju e patë si shkallmoi Ram në televizion. U shkallmua. Fliste për giotina, fliste për helme, fliste do më thanë, ai Ram kishte nevojë urgjente për mjekim me ato simptoma që pash. Se unë jam edhe mjek edhe kam qenë i apasionuar. Unë jam kardiolog, po më tërhiqte edhe psikiatria, më ka tërhequr. Në fund, ai ftoi qytetarët që të marrin pjesë në mitingun përmbyllës të Partisë Demokratike që do të mbahet sot në bulevardin e ri të kryeqytetit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj u bën thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit me përgjegjësi dhe qetësi. Ai thekson se procesi zgjedhor duhet jetë shembull i pjekurisë demokratike dhe thotë se institucionet kanë detyrim të garantojnë një proces të ndershëm e të besueshëm. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka bërë një thirrje për pjesëmarrje të gjerë dhe qytetare në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Në një deklaratë publike, kreu i shtetit analizon rëndësinë e këtij procesi si një provë e pjekurisë demokratike për qytetarët dhe politikën shqiptare. Të gjithë së bashku mund ta kthejmë këtë proces në një shembull të qytetarisë, të transparencës dhe pjekurisë demokratike. Demokracia nuk është thjesht një ditë votimi, është një angazhim i përditshëm që nis me pjesëmarrjen dhe kulmon me përgjegjësinë. Sipas presidentit, zgjedhjet e 11 majit nuk janë thjesht një akt formal, por një mundësi për të forcuar besimin e shtetit dhe institucionet. Vetëm përmes një procesi zgjedhor të ndershëm dhe të besueshëm, ndërtohet besimi i qytetarëve të shtetit tek institucioni i votës dhe te veteardhmja demokratike e vendit. Begaj kujtoi institucioneve detyrimin e panegociueshëm për të garantuar zgjedhje të lira dhe të qeta që i shërbejnë vetëm interesit publik. Ai përmbyll thirrjen e tij me një mesazh besimi për qytetarët shqiptar. Unë besoj thellësisht se populli shqiptar meriton më të mirën, meriton një proces zgjedhor që përfaqëson vullnetin tuaj të lirë, që respekton ligjin dhe që i shërben vetëm interesit publik. Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, Ambasada Amerikane në Tiranë ka përcjell një tjetër mesazh publik duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në votime dhe duke dënuar çdo përpjekje për blerje apo manipulim votash. Për herë të parë në këtë proces përfshihet edhe diaspora me një pjesëmarrje të konsiderueshme. Vota jote është zëri yt, vota jote është ardhmja jote, vota jote nuk ka çmim. Ky është apeli i fortë i përcjell nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit. Mesazhi i dytë publik i ambasadës brenda javës nxit qytetarët jo vetëm të marrin pjesë në votime, por edhe të refuzojnë çdo formë shitblerje të votës. Në fokus të thirrjeve është ruajtja e integritetit të procesit zgjedhor dhe forcimi i demokracisë në Shqipëri, në një kohë kur 3.7 milion qytetar kanë të drejtë të votojnë, edhe pse pjesëmarrja pritet të mos kalojë 50% bazuar në përvojat e zgjedhjeve të kaluara. Për herë të parë në këtë proces, vendimarrës përfshihet edhe diaspora. Të dhënat zyrtare të KQZ-s tregojnë se nga rreth 246.000 emigrantë të regjistruar, 227.000 kanë marrë fletët e votimit, ndërsa afro 172.000 kanë kthyer tashmë zarfin me votën e plotësuar. Procesi i votimit pritet të vijojë deri në orët e vona të së dielës në nënvëzhgimin e institucioneve vendase dhe ndërkombëtare. Nga qeveria e paraburgimit në Durrës, Erion Velia i ka bërë një thirrje publike drejtuar qytetarëve duke i ftuar të mbështesin Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit. Në mesazhin e tij, Velia i thekson arritjet e qeverisë dhe transformimin e vendit gjatë viteve të fundit, ndërsa u bën apel qytetarëve që të votojnë për vazhdimsinë e punës dhe integrimin evropian të Shqipërisë.
Nga qelia e paraburgimit në Durrës, Erion Velia I është drejtuar qytetarëve me një mesazh politik për zgjedhjet e 11 maj, duke kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Një vot për Saliun and Co do të thotë t'i vesh shkelmin çdo gjëje që kemi ndërtuar, të ardhmës europiane të fëmijëve tanë, por nuk mund të jetë frikë nga ajo turmë zullumqare. Arsyeja për të bërë zgjedhjen e drejtë në 11 maj, vota juaj në 11 maj nuk duhet të jetë një vot kundër Saliut apo partizave të dala nga barku I PD-s. Vota juaj duhet të jetë një vot për punën, për shpresën për transformimin. Vota juaj duhet të jetë një vot për të ardhmen që na bën krenar dhe të ardhmen europiane që meritojmë. Sipas tij, vota në 11 maj duhet të jetë një mbështetje për punën dhe transferimin që ka ndodhur gjatë qeverisjes së socialistëve. Vota juaj duhet të jetë një vot për të ardhmen që na bën krenar dhe të ardhmen europiane që meritojmë. Velia thotë se ndihet krenar për ndryshimet që kanë ndodhur në vend. Ndihem krenar për Shqipërinë tonë, që jo vetëm është transferuar në mënyrë dramatike, ai sa duket si një vend tjetër nga ai që kishim deri dje, por po ecën me një ritëm maramondës drejt Europës që kemi ndërruar kaq gjatë. Në fund të mesazhit, Velia I ndalet edhe te suksesi I organizimit të etapës shqiptare të Giro Italias, duke e cilësuar si dëshmi të aftësisë së vendit për të menaxhuar evente me përmasa ndërkombëtare. Partia Demokratike ka ngritur shqetësime serioze për mënyrën e administrimit të votës së emigrantëve, veçanërisht në Greqi. Përmes një deklarate për mediat, Josefina Topalli kërkoi ndërhyrjen urgjente të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa e cilësoi të papranueshme dorëzimin e zarfeve me dorë në Komisionin Qendror Zgjedhor. Vetëm 2 ditë para votimit, Partia Demokratike ka denoncuar shkeljet e rënda në procesin e votimit të diasporës me theks të veçantë në Greqi. Në një deklaratë për shtyp, drejtuesja politike për diasporën, Josefina Topalli, ngriti alarmin për dorëzimin fizik të zarfeve në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çka sipas saj bie ndesh me ligjin. Sot ka ndodhur edhe ajo që ne nuk e imagjinonim, që të dorëzohen edhe zarfet me dorë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Atëherë do përsërisim edhe një herë kërkesën për shqetësimin ton serioz dhe të thellë që po ndodh në procesin e zgjedhjeve në territorin e Greqisë. Të ndalohet menjëherë dorëzimi I zarfave në dorë në KQZ. Kërkesa dytë, të ndahet dhe të trajtohet në mënyrë krejt të veçantë kuti që vijnë nga Greqia me kuti të tjera që vijnë nga Italia. Së treti, të bëhet auditimi I të gjitha rasteve të kutive të dërguara për mënyrën se si është bërë procesi I votimit. PD-ja kërkoi një auditim të plotë të kutive të ardhura nga emigrantët për të verifikuar jo vetëm mënyrën e votimit, por edhe transportin dhe dorëzimin e tyre në Shqipëri. Celia Blu ka shprehur shqetësimin se kjo situatë dëmton integritetin e procesit zgjedhor dhe kërkon transparencë të plotë nga institucionet përfshirë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Policia e shtetit ka referuar në prokuri 37 raste të dyshuara për shitblerje votash, nga i gjithsej 54 denoncime të mbritura. Rreth 813 hetues dhe mbi 6.000 efektiv policie janë angazhuar për të garantuar mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 11 majit. Ndërsa vendi po afrohet të ditës së zgjedhjeve, policia e shtetit ka intensifikuar hetimet për krimet zgjedhore. Nga 54 denoncime të mbritura, në total 37 prej tyre janë referuar tashmë në prokuri si të dyshuara për shitblerje votash. Këto kallëzime janë depozituar nga qytetarë dhe përfaqësues të subjekteve politike në të gjithë vendin, ndërsa hetimet po kryhen nga 813 specialistë hetimit të krimeve të trajnuar posaçërisht për këtë proces. Për sigurinë gjatë zgjedhjeve janë përfshirë mbi 6.000 efektiv të policisë, nga të cilët 53.000 do të kalojnë në gatishmëri, duke nisur nga data 10 maj, kur do të ruajnë 93 objekte zgjedhore dhe 5225 qendra votimi. Policia njofton se ditën e votimit qendrat do të dorëzohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe uniformave blu, ku do të rhiqen në vend grumbullime të caktuara për të rikthyer në orën 19 për të shoqëruar materialet zgjedhore drejt KZAZ-ve. Ndërhyrja e forcave të rendit në procesin e votimit do të bëhet vetëm nëse kërkohet nga KQZ apo KZAZ. Në fund, policia e shtetit bën thirrje qytetarëve që do të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën për të votuar apo çdo përpjekje për tjetërsimin e vullnetit të tyre. Pas 7 ditë kërkimesh intensive, zgjetur trupi I Ardit Beshirit, 29 vjeç, I cili humbi jetën tragjikisht në një masiv kromi në fabrikën e pasurimit në Qafburrel. Policia ka arrestuar drejtuesin teknik të kompanisë kineze për shkelje të rregullave e të sigurisë në punë.
Pas 7 ditësh të vështira kërkimi, trupi 29 vjeçarit Artit Beshiri është gjetur pa shenja jete në masivin e kromit dhe inerteve në fabrikën e pasurimit në Qavburrel, që menaxhohej nga një kompani me kapital kinez. I riu u zhduk me 3 maj së bashku me ekskavatorin që po drejtonte, në momentin kur një stog minerali u shëmb si pasojë e çarjes së një rezervuari i filtrimit të ujit. Rrjedha i fuqishëm përfshiu mjetin dhe punëtorin, duke e varrosur 9 tone të tëra inertesh dhe mineralesh. Në vendngjarje u angazhuan grupe të shumta shpëtim kërkimi, përfshirë dhe një njësi të forcave të sigurisë së Kosovës, që mbërritën të mërkurën për të ndihmuar në operacionin kompleks. Kërkimit u kryen me mjete të rënda, pajisje për detektiv të trupave nën tokë dhe mbështetje nga ushtria. Kemi punuar me përkushtim për të nxjerrë trupin përkundër terrenit të vështirë dhe kushteve të pavështira. Ndërkohë, policia e komisariatit të Matit ka vënë pranga drejtuesin teknik të firmës që administronte zonën e punës, i akuzuar për shkelje të rregullave të sigurisë teknike në vendin e punës. Nga hetimet paraprake rezulton se masa e madhe e mineralit dhe inerteve nuk ishte stabilizuar dhe nuk ishte marrë masa mbrojtëse për situata emergjente. Kjo ngjarje e rëndë ka si dhe reagime nga familjarët, banorët e zonës dhe sindikata e punës, që kërkojnë zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përgjegjësitë e qarta për humbjen e jetës së një punëtori të ri. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Kriza institucionale në Kosovë thedhohet. Për të 13 herë me radhë deputetët nuk arritën të konstituojnë kuvendin e ri të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Seanca u ndërpres sërish për mungesë quorumi, ndërsa opozita paralajmëron nisi një procedurë kushtetuese për mënyrën e votimit të kryeparlamentarit. Janë bërë 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por Kosova vijon të jetë pa institucione funksionale. As këtë të premte nuk u arrit të konstituohej kuvendi i ri, duke shënuar dështimin e 13 me radhë në këtë proces. Kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi për herë të tretë krijimin e një komisioni ad hoc për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Por si në herët e mëparshme, kërkesa e tij nuk u mbështet nga partitë opozitare PDK, LDK, AAK dhe Nisma. Në mungesë të quorumit, seanca u shtyp për më 11 maj në orën 10, por shenjat nuk janë optimiste për një zgjidhje të shpejtë. Ngërçi institucional që po zvarritet prej javësh tashmë po ngre shqetësime serioze për paralisë të plotë të jetës parlamentare dhe shtetërore në Kosovë. Moskonstituimi i kuvendit bllokon edhe formimin e qeverisë së re, proces ky që është kushtetuesisht i lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentari. Nëse kjo situatë vazhdon edhe pas 11 majit, presidentja Vjosa Osmani ka të drejtë të ndërhyjë për të mandatuar një tjetër forcë që garanton shumicën. Në të kundërt, vendi mund të përballet me një raund të ri zgjedhjesh. Komisioni Evropian i dërgoi një mesazh të prerë presidentit serb Aleksandar Vučić pas takimit të tij me Vladimir Putin në Moskë. Bashkimi Evropian kërkon përkushtim të qartë nga Serbia për vlerat evropiane dhe paralajmëron pasoja për çdo veprim që mund të legjitimojë agresionin rus në Ukrainë. Në një reagim të fortë dhe të drejtpërdrejt, Komisioni Evropian ka kritikuar hapur vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Moskë, ku u takua me homologun rus Vladimir Putin për herë të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë. Brukseli i kërkon Serbisë të dëshmojë përkushtim të besueshëm ndaj vlerave europiane dhe të japë prova të qarta për orientimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka theksuar se të gjithë aktorët përfshirë vendet kandidate si Serbia duhet të përmbahen nga çdo veprim që mund të legjitimojë agresionin e Putinit ndaj Ukrainës. Pavarësisht paralajmërimeve të qarta nga Brukseli, Aleksandar Vučić mbërriti në Moskë në prag të 9 majit një datë simbolike për Rusinë dhe për mesazhet e saj gjeopolitike. Në konferencën për shtyp, presidenti serb pranoi peshën e këtij takimi. Ai deklaroi para gazetarëve në Moskë se nëse dikush duhet ta paguajë çmimin e kësaj vizite, ai do të jem unë, jo shteti. Ai paralajmëroi se me Putinin do të diskutojë ndër të tjera për marrëveshjen e furnizimit me gaz dhe për industrinë e naftës së Serbisë, e cila është në pronësi ruse dhe gjendet nën sanksione amerikane. Komisionarja për zgjerim me Bashkimit Evropian, Marta Kos, gjatë një vizite në Beograd në fund të prillit paralajmëroi se nëse presidenti serb Vučić e realizonte vizitën, do të kishte pasoja për Serbinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Vizita ka ndezur sërish debatin për pozicionimin e Serbisë mes lindjes dhe perëndimit dhe ka vënë këtë vend në një luptë të rrept nga ana e Bashkimit Evropian.
Do të ecim me zhvillimet nga bota. Zgjedhjet e kardinalit Robert Prevost si pap vjen si një mesazh i qartë për unitetin dhe vazhdimsi në një moment kur kisha dhe bota përballen me sfida të mëdha. Kardinalët votues u orientuan drejt një figure që mund të ndërtojë ura mes traditës dhe reformës, duke ndjekur rrugën e nisur nga Papa Francesku. Konklava për zgjedhëse e papës përfundoi më shpejt nga sa pritej. Për shumë kjo ishte një shenjë e qartë se kardinalët votues kishin një mendje të përbashkët. Robert Prevost ishte zgjedhja e duhur për t'i dhënë kishës atë që i duhet në këtë moment kritik, që në diskutimet paraprake zyrtare dhe jo formale, dy fjalë qarkullonin më shpesh: vazhdimsi dhe unitet. Në to pasqyrohej dëshira për të ndërtuar mbi themelet që Papa Francesku kishte vendosur. Një pap i angazhuar ndaj të varfërve të përjashtuarve dhe atyre që ishin jashtë kufive tradicional të kishës. Emri i tij nisi të përmendej gjithnjë e më shpesh. Me shtetësi të dy fisht amerikane dhe peruane, Prevost përfaqëson jo vetëm dy kontinente, por dy realitete të ndryshme të katolicizmit bashkëkohor. Ai është ndjer po aq pranë kardinalëve të Amerikës Latine, sa edhe atyre të Amerikës së Veriut. Zgjedhja e tij u përjetua si një përpjekje për të ndërtuar ura mes fraksioneve të ndryshme brenda kishës, por edhe për të përçuar një mesazh shprese për botën jashtë saj në një kohë të trazuar nga luftërat dhe ndarjet globale. Në fjalimin e tij të parë nga balkoni i Shën Pjetrit, Papa Robert, që zgjodhi emrin Papa Leoni, dha sinjalet e para të qarta. Ai foli për ndërtimin e urave, për unitetin e brendshëm dhe për misionin e kishës në shërbim të gjithë njerëzimit. Në horizont janë sfida të mëdha. Uniteti i brendshëm përballja me krizat globale dhe mbajtja gjallë e frymës së përfshirjes dhe mëshirës që karakterizoi pontifikatin e paraardhësit të tij. Por zgjedhja e tij është një deklaratë e qartë. Kisha katolike po kërkon të flasë me një zë të përbashkët në një botë gjithnjë e më të ndarë. Në një atmosferë të tensionuar për shkak të luftës në Ukrainë dhe sulmeve të përsëritura me dron, presidenti rus Vladimir Putin drejtoi përkujtimet e ditës së fitores në Moskë, ku për herë të parë u shfaq publikisht dron luftarak si pjesë e paradës ushtarake. Në krah të tij qëndroi presidenti kinez duke dhënë një sinjal të qartë aleancës ruso-kineze në skenën globale. Rusia ka festuar 9 maj ditën e fitores ndaj nazizmit në luftën e dytë botërore me një paradë madhështore në sheshin e Kuq të Moskës. Një ceremoni që këtë vit u mbajt në masa të repta sigurie për shkak të sulmeve me dron nga Ukraina. Presidenti Vladimir Putin, i shoqëruar nga lideri kinez Xi Jinping dhe më shumë se 20 përfaqësues ndërkombëtar, ju drejtua kombit me një fjalim që përshkoi vijat midis kujtesës historike dhe realitetit të luftës së sotme. Në paradë morën pjesë mbi 11.000 ushtar rus, përfshirë rreth 1.500 që kanë luftuar në Ukrainë. Për herë të parë u përfshin edhe kolona të veçanta që transportonin dron luftarak, një sinjal i qartë i rëndësisë së tyre në konfliktin aktual. Parada u zhvillua pak orë pas një ampushimi 3 ditor të shpallur njanshmërisht nga Moska, të cilin Ukraina e quajti shfaqje teatrale. Në fakt, para fillimit të tij, disa sulme ajrore me dron shkaktuan mbylljet e aeroporteve dhe vonesa të shumta në fluturime për mijëra qytetarë rus. Prania e presidentit Xi në Moskë me trupa kineze që marshuan në shesh së bashku me kontingjente nga Korea e Veriut, Vietnami dhe Mongolia ishte simbolikisht e fortë. Analistët e konsiderojnë atë si një dëshmi të përforcimit të lidhjeve ruso-aziatike përballë izolimit perëndimor. Mijëra koreano-verior që ka marrë pjesë në luftime në Ukrainë, sipas burimeve ruse, u përshëndetën personalisht nga Putin, duke rritur edhe më tej tensionet me perëndimin. Presidenti amerikan Donald Trump sinjalizon për herë të parë mundësinë e uljes së tarifave ndaj Kinës, ndërsa përfaqësuesit e lartë të dy vendeve pritet të takohen këtë fundjavë në Zvicër në një përpjekje për të ulur tensionet e luftës tregtare që ka tronditur tashmë tregjet botërore. Në një deklaratë që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka sinjalizuar mundësinë e uljes së tarifave të vendosura ndaj mallrave kineze. Ai foli gjatë një eventi ku njoftoi një marrëveshje të re tarifash me Mbretërinë e Bashkuar, të parën pas vendosjes së tarifave të larta për shumë vende në prill. Janë 145%. Nuk mund të shkojmë më lart. Duhet të ulen. Komentet e Trump vinë në prag të një takimi të rëndësishëm me zyrtarëve të lartë tregtar të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, që do të mbahet këtë fundjavë në Zvicër. Sipas analistëve, ky takim përfaqëson sinjalin më të qartë deri tani se të dyja palët janë të gatshme të shkojnë drejt një uljeje të tensioneve. Trump e përshkroi takimin si shumë miqësor dhe shtoi se të dyja palët janë të përgatitura për ta zhvilluar procesin në mënyrë të qetë dhe elegante. Mendoi se është një takim shumë miqësor.
Ata mezi presin ta bëjnë këtë në një mënyrë elegante. Nga ana tjetër, Kina ka shprehur po ashtu një ton konstruktiv. Zëvendësministrja e jashtme deklaroi se Pekini ka besim të plot për të menaxhuar çështjet tregtare me Shtetet e Bashkuara. Lajmi për bisedimet u mirëprit gjerësisht si një hap i parë pozitiv, por analistët mbeten të kujdesshëm. Ata paralajmërojnë se kjo është vetëm fillesa e një rruge të gjatë negociatash ku rezultatet konkrete do të varen nga qëndrueshmëria e dialogut dhe gatishmëria për kompromise. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit në rajonin e diskutueshëm të Kashmirit kanë marrë përmasa të reja dramatike. Sulme të ashpra artillerie gjatë natës mes të njëjtës dhe të premtes e lanë të paktën 5 civil të vrarë dhe 10 të plagosur, duke shtuar frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të dy fuqive bërthamore. Në një nga përshkallëzimet më të ashpra të viteve të fundit në kufirin Indi, Pakistan, trupat e të dyja vendeve janë përfshirë në një natë intensive zjarri në vijën e kontrollit që ndan Kashmirin. Në anën pakistaneze, 4 civil humbën jetën dhe 12 të tjerë mbetën të plagosur në zonën kufitare, ndërsa autoritetet vendore e përshkruajnë natën si jashtë çdo norme. Në pjesën indiane të Kashmirit, një grua humbi jetën në sektorin e Urit dhe 2 civil të tjerë u plagosën. Prej të mërkurës, numri i viktimave civile në Indi ka shkuar në 17. Forcat indiane akuzuan trupat pakistaneze për përdorim të artillerisë së rënd mortajave dhe armëve automatike, ndërsa reagimi ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Përshkallëzimi nisi pas një sulmi tragjik më 22 prill ndaj një zone turistike në Kashmirin indian ku mbetën të vrarë 26 civil, shumica turistë. India fajsoi Pakistanin për mbështetje ndaj sulmuesve ndërsa Islamabadi e mohoi çdo përfshirje. Pas sulmit, India kreu sulme ajrore ndaj disa objektivave në territorin pakistanez që sipas saj përdoreshin nga militantët. Islamabad thot se sulmet lanë 31 civil të vdekur dhe pretendon rrëzimin e 5 avionëve luftarak indian, një pretendim që India nuk e ka pranuar. Të njëjtën të dy shtetet raportuan sulme me dron ndaj njëri tjetrit, por akuzat u mohuan reciprokisht duke bërë të paqartë shkallën e përfshirjes. Frika për një përplasje më të gjerë po rritet mes komunitetit ndërkombëtar ndërsa thirrjet për vetëpërmbajtje janë shtuar. Kufiri i gjakosur i Kashmirit vazhdon të mbetet një pikë e nxehtë e globit, këtë herë më i paqëndrueshëm se kur më parë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 10 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të pakta kalimtare në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 8 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 29 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 27 gradë. Peshkopi 13 deri në 26 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 29 gradë. Durrës 17 deri në 28 gradë. Kavaj 16 deri në 27 gradë. Elbasan 15 deri në 28 gradë Celsius. Berat 15 deri në 29 gradë. Korç 13 deri në 26 gradë. Vlorë 17 deri në 27 gradë Celsius. Gjirokastër 16 deri në 28 gradë. Sarand 17 deri në 27 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 maj do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta lokale në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius.
Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi mesatare prej 2 deri 5 metër për sekond dhe her pas here në disa lugina deri në 8 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 30 gradë Celsius, Podujev 13 deri në 29 gradë, Skënderaj 13 deri në 28 gradë Celsius, Pej 14 deri në 30 gradë, Prishtinë 13 deri në 31 gradë Celsius, Gjakov 14 deri në 30 gradë, Malishev 14 deri në 29 gradë, Gjilan 13 deri në 30 gradë, Ferizaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Kaçanik 14 deri në 29 gradë Celsius, Suharek 15 deri në 29 gradë, Prizren 14 deri në 30 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kemi pritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.